Angjelusha Saliu ose ndryshe vajza e Shurete Belulit së fundmi është bërë pjesë e industrisë muzikore shqiptare. Në materialin e radhës, ajo zbulon disa detaje sa i përket fillimit të karrierës. Çfarë mendon ajo për këngëtare tjera të muzikës popullore, si është raporti në mes motrave dhe Shuretës me Nusën Leartën, këto dhe shumë detaje tjera interesante mundi kuptoni në vazhdim. I komot të dyat me një moment saktum, nuk është që se du dizajnin e interierit, po këmë thonë vetës që se a fali pa e provu dhe muzikën. Kjo është përgjigja e këngëtarës Angjelusha Saliu, dhëm pyetjes që i bëri vetes se në cilin drejtim do fokusohej më shumë. Në profesionin për të cilin studioj, apo në pasionin e saj, muzikën. S'du me dita ki aski, ti pasuri. Karierën e nisi që në fëmiri dhe tani njihet si këngëtare e zhanrit popullor. Se sa vështirë është të qëndrosh në treg me një zhanër të tillë dhe ai ishte muzika popullore, imponim nga nëna e saj Shuretja, Engji tregon vetë më së miri. Pas shumë arsye që më kanë shty me dalë në zhandrin e popullores, shumë ujë me mendu nështë që është imponim për anës mamit për idenë që dhe ajo është muzikën popullore. Ka qenë edhe ajo arsye, po jo imponim, për asnjë moment. Mami ma ka dhonë si ide, për me mendu idenë për me dalun edhe kënga popullore, por e kom vendos vetë. Sot në treg, muzikës është shumë vështirë me depërtu, jashtëzakonisht shumë. Unë nuk është që po foli prej përvojës time, po e di prej, gjithmonë kom pas fatin me konë tregun e muzikës për shkak të mamit. Edhe di mjaft mirë, qysh funksionojnë senet në treg muzikës. Edhe kom pas shumë atlet, edhe me depërtu, për mes mamit, ka qenë përkraje shumë e madhe, kom pas fatin, me pas duetin me ta dhe thjesht me njoft publiku për mesaj. Suksesi i këngëtarës Shurete Beluli është i padiskutueshëm, por a mendon Engji se do të arrijë aq shumë sa e ama dhe çka ka trashëguar ajo nga nëna e saj? Unë i mamit i them gjithmonë, inshallah kom fatin të paktën sa gjysa jote mu bo, e le mu me konë si mami. Kur e shoh mamin të punu, është frymëzimi më i madh që mundet me dhonë te dikush në raport me punën. Mami është një njeri që e don shumë punën, edhe e di që shkrehin e punës ko me marë prej saj. Se lyp shumë angazhim, lyp shumë përkushtim, edhe definitivisht është shumë e vështirë. Në skenën muzikore shqipe nuk mungojnë duetet dhe shoqërit mes këngëtarëve. Duke qenë e re në mosh, zhanri popullor mund të sjellë Engjit disa kufizime. Po realisht është që ashtu se zhanri i muzikës ta imponon mas ne edhe duetin, edhe bashkëpunimin. Në raport me punën, besoj që po, ka me një farë forme imponohet për shkak të llojit muzikës. Edhe pse nëse kish më bo një zgjedhje mirë, edhe me bo dueti me një zhandër tjetër, tash po rrezikohet gjithçka, po bohen duetet shumë prej më interesanteve. Edhe se përjashtoj mundësi me bo duet edhe me zhandra tjera, po në kushte normale kish me ta imponu pak në raport të muzikës. Raport shoqënisë, nuk po di çka me të thonë. Unë e kam raport mira me krejt, për idenë që gjithmonë kom qenë afer me mamin edhe gjithmonë më shohin si qika e Shuretit. Kalimi nga një zhanër muzikor në tjetrin e kam provuar shumë këngëtarë shqiptar. E kësaj liste, Engji thot se akoma nuk di se a do t'i bashkangjitet apo jo. Nuk e kom mendu. Realisht, kohët e fundit, që më fokusu ma shumë është në këtë zhandër, pasi që i spjegova dhe ma herët arsye që unë e kom vendosur, dhe pse mu po mdokët me udhës me vazhdu me këtë zhandër. Momentalisht, kom me vazhdu me punu në zhandër për muzikën popullore, për ma vonë, s'është që kom mendu diçka, por nuk i dihet. Deshti fati, neve na gëzon. Shuretja dhe Engji kanë nënsuar këngën e re para disa ditësh me një tematik të ndjeshme që dha një mesazh. Masi që i kemi bu këngën, duetin e kalu me mamin, ka qenë ideja që na dyja me bo dhe një balad,
me një temë diçka pak më interesante, se kur bëhet dueti do me thonë shumë e rëndësishme tema që e trajton, që me pas hapësirë do me thonë dy zonat me shpreh diçka. Mendimi për këtë temë do me thonë ka ardhur prej mamit, pasi që gjithë e dinë që mami i prek këto temat sociale dhe këto temat e dhëmshme, edhe raporti non-bi u realizoj ke shumë mirë, do me thonë, edhe tekste edhe na dyja që ishim. Me tregu drejt, projekti është kry shumë shpejt, ka shku shumë marë. E kemi marë këngën, tekstin edhe muzikën prej Ilir Beranit, cilin i kisha përshëndet shumë, që gjithmonë do me thonë a befason me tekstet e tina. Është incizu te Virusi, do me thonë është bërë edhe orkestrimi, pastaj edhe spote me MF Kreativin, me Milotin. Engjin do ta shohim së shpejti edhe me projekte solo dhe duete të tjera, por a është e gatshme ajo për koncerte dhe ahengje familjare? Realisht po du me lënë që të këngën e herë let hec pak, për këngën e radhës e di që ka me konë shumë shpejt, por nuk po di sakt, s'po du me thonë një muj ose një datë saktume, se nuk ka kur gjo konkrete halo, por shumë shpejt. Por realisht muzika popullore këto i ka dasmat, i ka ahengjet familjare, që ajo pjesë e publikut i dënë. Po ka, do me thonë, kemi me pas, ka me qenë bashkë me mami në për dashma, në për ndeja që i ka pak, që të mja nisë. Krahas karrierës muzikore, familja Salihu ka qenë e komentuar edhe për shtimin e një antari të ri në familje, nuses së tyre Leartës. Çfarë raporte kanë kunatat mes vete dhe çfarë tipi është Learta më së miri e tregon Engji. Na Leartën nuk e këshyrim si nuse, unë Leartën e këshyri si motër, edhe kemi qatë komoditet dhe qatë rahatim mes vete që nuk e kemi pas asnjëra tabun vjera ose nusja ose kunata, zbesoj që do të me funksionu mu ato sene ashtu. Është shumë një ndjenjë mirë, sidomos kur kalon mirë me qatë njeri, është kënaqësi do me thonë me pa një njeri ri që ka ardhë, thjesht e ndryshon pak atmosferën shpejt. Edhe shumë mirë kalon, do me thonë, e ka fresku edhe shpinë edhe se cilin prej neve, është shumë ndjenjë mirë, definitivisht. Learta është shumë një vajzë mirë, përshtatemi shumë e tonë se cilin aspekt, edhe në mendimi, edhe në biseda, thjesht kalojmë shumë mirë. Shkojnë aq mirë me njëra tjetrën sa t'i ndërrojnë edhe rrobat mes vete? Po që shtash dhe ma herët unë Leartë nuk e shoh si kunat, unë e shoh si motër, edhe që shi thëmë ose njomzës ose gresës që i ka motrat mija, e kom lirinë është edhe Leartës, mi thonë, thëmë po pëlqen që kja po ma jep ose ka pas rase ja kom po Leartë, apo të pëlqen që kja po dënë me vesh, zbesoj që kish me pas asi komplekse mes neve, kur jemi të njëjtë në shtëpi, por që jo, si kemi ato probleme. Kur nuset vijnë në shtëpi, ato marrin gjithë vëmendjen e vjerrës dhe kjo gjë shkakton xhelozit të vajzat e shtëpis, por e ka vërejtur Engji dallimin të shyhretja në këtë raport? Me të vërtet jo, s'ka pas asnjë lloj xhelozie për asnjë moment, ndoshta që edhe na jemi të rrituna në moshë, i kuptojmë ato sene, ndoshta ishim kur ma të reja dhe kishim mujt me xhelozu për idenë që tash dikush ka vëmendjen e mamit, po jo. Do me thonë zakonisht e kanë mujnë me pas motrat, se djem nuk është që e përjetojnë atë ndjenjë, për në ati triat motra jemi të mdoja, do me thonë mosh, edhe kemi pranu edhe jo që e lojna veç mamin mu marrë me lartën, po mirëm edhe na me to. Për idin që kena qef ajo me dalë mirë, mu dok mirë, thjesht me pas harmoni mes krejt neve. Learta shpesh ka qenë kryetitull në portalet shqiptare dhe nga njerë dalin edhe shkrimet të pakëndshme, mirë po Engji tregon se si përjeton kunata saj gjithë të shkrimet që bëhen për të çdo ditë. Te na realisht nuk është që ka ndiku ndonjëherë, ndoshta për idenë që gjithmonë jemi konë të mësu me idenë që ka me pas shkrime për mamin, me konë qendet vëmendje për idenë që mami është një fytyrë publike. Edhe i kemi të regu edhe Leartës për idenë që njeri kur nuk mësohet me fol dikush për të në për media, mundet me marrë edhe afër zemrës, edhe me u prek në shtanë momentit caktuar, ose thjesht nëse me pas qef më marrë publiku me to. Po ja kemi spjegu që nuk ka qare, do me thonë, pa i përjetu ato sene, po dhe thjesht mës mi marrë shumë afër zemrës, dhe të ke fundit mediat këtë punë e kanë. Po fatë mirësisht nuk është që ka pas ndojherë në i shkrim, nështë që ka mujtë me shqetësu ose diçka, po ja ka nisë mu adaptu për idenë e media, vëse që njerëzit mujnë me shkru për to se mu marrë me to.
Po, Engji, kur do të bëhet nuse? Nuk është që kisha pas qef kështu të mi diskutu shumë këto sene në për media, momentalisht jem të marrë do me thonë ma shumë e karierën me qëto sene. Deri në publikimin e projekteve të premtuara nga ana e saj, Angelushën do ta shohim me këngët paraprake, por edhe në evenimente tjera të organizuara.